Hadith në pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se vepra mirë këto ditë shpërblet më shumëti, përfshihet çdo ibadet që mund të futet në vepër të mirë. Prandaj preferohet të shtohet namazi nafile, preferohet të shtohet sadakaja, preferohet të shtohet agjerimi, preferohet të gjitha këto që të shtohen. Edhe pse për disa prej adhurimeve nuk ka transmetim se i ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por ka nxitje dhe kjo mjafton për neve udhëzim që t'i përmbahemi. Prandaj ajo që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto ditë se ai më së tepërmi e ka veçuar këto ditë me dhikr, përmend Allahu azza wa jall, sikurse e ka përmend fjalën la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pastaj përmendja Allahu xhalla wa ala me fjalët subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Në tjetër të kujdeset maksimalisht për çdo mëkat, qoftë edhe më i vogël, që ka mundësi ta zbej shejtnin e këtyre ditëve.